Okej, le të nisim me një pyetje që shumë kush e bën. Si mund të mbahet larg nevoja për ilaçe? Domethënë, çfarë mund të bëhet realisht në mënyrë natyrale për të ulur presionin e gjakut, duke lënë mënjan ato suplementet që shohim kudo online që s'kan asnjë provë shkencore? Dhe ja ku vjen përgjigja kryesore direkt nga doktor Luke Laffin. 70% është stili i jetesës, 30% janë ilaçet. Pra, ky është parimi thelbësor. Kjo do të thotë që mënyra se si jetojmë nuk është thjesht një ndihmë e vogël. Jo, është absolutisht themeli i gjithë shkaje kur flasim për menaxhimin e tensionit. E po, duke qenë se zgjedhjet tona të përditshme pas ka një peshë kaq të madhe, le të fillojmë pikërisht nga aty. Guri i parë i themelit, siç e tham, është trupi dhe konkretisht menaxhimi i peshës. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Lidhja mes peshës dhe presionit të gjakut është jashtëzakonisht e drejtpërdrejtë dhe fortë. Në fakt, është kaq e qartë saqë mund ta përllogarisim me një rregull fare të thjeshtë. Dhe ja tek është, për çdo kilogram që humbet, presioni i gjakut ulet me rreth 1 mm merkur. Po, vetëm 1 kilogram bën këtë diferencë. Kjo tregon qartë se edhe ndryshimet më të vogla mund të kenë ndikim mjekësor vërtet të rëndësishëm. Mirë, pas peshës, kalojmë te pjesa tjetër e madhe e këtij manuali, dieta. Dhe këtu do të flasim për një element kyç, si të zotërojmë natriumun. E pra, dieta më e studiuar dhe më e rekomanduar për tensionin quhet DASH. Tani, mos u tremtni nga fjala dietë. Nuk është një regjim i rrept dhe torturues. Përkundrazi, është thjesht një plan i mirë ekuilibruar që fokusohet te frutat, perimet dhe moderimi. Një nga pikat më thelbësore të kësaj qasjeje është pikërisht kontrolli i natriumit. Shifra magjike është 2300 mg në ditë. Për ta kuptuar më thjesht, kjo është afërsisht sa një lugë e vogël çaj krip për gjithë ditën. Dhe tani, le të sqarojmë diçka një herë e mirë, një mit shumë i përhapur. Kripa e detit, kripa roze e Himalajeve, çfarë do lloj kripe speciale që mund të gjeni, për sa i përket tensionit, janë eksaktësisht njësoj si kripa e zakonshme e tavolinës. Pse? Sepse në fund të ditës, të gjitha përbëhen nga klorur natriumi, dhe është pikërisht natriumi ai që ka rëndësi. Dhe për të kuptuar sa i fuqishëm është ky ndryshim i vetëm, dëgjoni këtë. Studimet e para treguan se një dietë me pak krip kishte efektin e 1/2 deri në 2 ilaçeve për tensionin. Po, është marramëndse. Mirë po, historia nuk mbaron me natriumin. Ai është vetëm njëra anë e medaljes kur flasim për elektrolitet. Për të pasur ekuilibrin e plot, duhet të flasim edhe për partnerin e tij në këtë lloj, kaliumin. Mënyra më e mirë për ta imagjinuar është si një lisharse. Në njërin anë kemi natriumin. Kur ai është tepër i lartë, tensioni rritet. Por edhe në anën tjetër, nëse kaliumi është tepër i ulët, tensioni përsëri rritet. Duhet ekuilibër. Atëherë, si e marrim këtë kalium? E po, për shumicën e njerëzve, përgjigjja është e thjeshtë. Një dietë e pasur me fruta dhe perime. Ato janë plot me kalium dhe ndihmojnë në ruajtjen e këtij ekuilibri kaq të rëndësishëm. Sigurisht, kushdo që ka probleme me veshkat, duhet patjetër të flasë me mjekun më parë. Okej, e mbuluam dietën. Tani kalojmë te pika tjetër e rëndësishme në planin ton, lëvizja. Aktiviteti fizik, i cili ndahet në 2 pjesë kryesore. Pra pjesa e parë, aktiviteti aerobik. Synimi është të paktën 150 minuta në javë aktiviteti moderuar. Çfarë do të thotë kjo? Ecje shpejt, biçiklet, not, gjëra të tilla. Pjesa e dytë, trajnimi i rezistencës. 2 ose 3 herë në javë, pa kushtrime, me peshat e lehta ose shirita elastik. Kjo ndihmon jo vetëm për muskujt, por edhe për të ulur akoma më shumë tensionin. Dhe së fundi, le të prekim një temë tjetër, një zakon që ka ndikim të drejtpërdrejtë në tensionin e gjakut, konsumi i alkoolit. Këtu udhëzimet mjekësore janë shumë të qarta dhe specifike. Për të mbajtur tensionin nën kontroll, rekomandohet që konsumi i alkoolit të kufizohet në maksimumi 1 pjesë standarde në ditë për gratë dhe 2 pjesë standarde në ditë për burrat. Pra, le të i përmbledhim shpejt pikat kryesore të këtij manuali. Gjithçka fillon me rregullin 70-30. Stili i jetesës është kryesori. Më pas, çdo kilogram peshë i humbur ndihmon. Mbajtja e natriumit në 2300 mg, të paktën 150 minuta lëvizje në javë, dhe së fundi, konsumi i alkoolit me moderim. Këto janë shtyllat. Mirë, këto janë pra strategjitë e bazuara në shkencë. Dhe kjo na lë me një pyetje për të reflektuar. Nga i gjithë ky plan veprimi, cila do të ishte lëvizja e parë, hapi i parë i vogël që mund të ndërmarret për një shëndet më të mirë kardiovaskular?